Thot më mori një vlla në telefon dhe po më tregonte për babain e tij, një gjunafçar i madh, mëkate të shumta, gjunafe të ndryshme, Zoti na rujt. Her pas here i flisja, thot, her pas here e këshilloja, por nuk doshte me dit. Vazhdonte natët të tijën. Derisa një ditë, duke diskutuar, u acarua, u mërzit, u largua, thot, dhe u bon ditë që nuk takoheshim. Një ditë më telefonojnë prej spitalit. Djali i filanit? Thash po, thot. Kur shkova tek spitali, pash që kishte ndruar jetë. E pash fytyrën e tij tepër e zymt, tepër e errët, i nxirr. Dhe në moment më kujtuan ato mëkate, gjunafet që ai bënte vazhdimisht. Mendoj, thot, se ka pas përfundim të keq, Zoti na rujt. Vlla dhe motër, normal, jo gjithmonë, pra një njeri i cili është i nxirr në fytyrë, pra do të thotë që ka pas përfundim të keq. Por ky djalë e njihte fare mirë. E dinte fare mirë se çfarë bënte babai i tij. Allahu na rujt. Dhe patjetër, besimtarët janë dëshmitar të madhit Zot në tokë. Zoti na rujt nga përfundimi i keq. Përderisa jeton, përderisa Allahu i lartësuar të ka fal jetën, shfrytëzoje këtë shans, me fitu kënaqësinë e Allahut të lartësuar, me fal namazin, me bo vepra të mira, me i respektu prindrit, me i rrit lidhjet farefisnore, me u largu harameve, gjunafeve. Vdekja është një përkujtues. Të gjithë një ditë do të ndërojmë jetë. Mundohu që në këtë dynja me bo vepra të mira, me u largu harameve, ke për t'jetu i lumtur në këtë dynja. Po më rëndësishmja, me synu botën e përjetshme, xhenetin, ku në të ka gjëra që syri si ka parë, veshi nuk i ka dëgjuar, mendja njeriut nuk i ka shku për to. Vlla dhe motër, le të punojmë për botën tjetër. Nëse ne në këtë dynja i përmbahemi urdhrave të Allahut të lartësuar, i largohemi harameve, me lejen e Zotit gjithësisë, kemi për t'jetu të lumtur në këtë dynja. Por do të fitojmë edhe lumturinë e përjetshme në botën tjetër. E kjo është mirësia më e madhe. Elus Allahun e lartësuar që gjithve na e mundësoj xhenetin, vendi i lumturisë së përjetshme. Amin.